Për muaj të tërë ishte ndër personazhet më të komentuar në portale. Punët dhe jeta u lidhen ashtu që për Engjina Sufin të përfilitej këta muaj të fundit më shumë se kur më parë. Ndarje personale, ndarje profesionale, pikpyetje mbi të gjitha turbulencat në jetën e saj dhe padyshim kapituj të rinj të hapur. Të gjitha sonte do i marrim me radhë. Por nëse mendoni që këtë bisedë po zhvillojmë nga Tirana apo Prishtina, ky nuk është rasti. Engjin e takuam në perlën e Bosforit, Stambollin e bukur piktoresk. Është një nga destinacionet që viziton shpesh për qef, megjithatë këtë herë edhe për më shumë se aq. Prezantuesja dhe artistja e njohur e shquar gjithmonë për pamjen e saj të freskët dhe natyrale, ka vendosur të kurrë veten pikërisht në qytetin që lidh dy kontinentet. Stambollin unë dashuroj si qytet, e them gjithmonë, edhe tani që erdha ishte kështu shqyr, sërish më në fund. Po kemi një arsye tjetër kësaj radhe, sigurisht si turist vim e shijohem vendin, kemi ushqimin e mirë këtu, po na ngjit një çik edhe ndjesia dhe emocioni me njerëzit këtu, ndihem sikur jam në shtëpinë time. Po më solli A+ Medical Agency, sepse mendoj që kujdesi për veten është respekt shumë i madh që ne mund t'rregojmë për veten tonë. Mbi të gjitha duke qenë personazh publik, duke qenë pjesë e ekranit, për shumë vite kam bërë një emision mëngjesi, mendoj që ka qenë shumë e rëndësishme që të krijoj, po themi një test mbi të gjitha të shëndetshme. Kjo gjë nis nga të zgjuarit herët, nga të ushqyerit të shëndetshëm, edhe absolutisht duke qenë pjesë e ekranit, të kujdesurit për trupin, për lëkurën, për fytyrën, me trajtime nga më të ndryshmet. Sigurisht unë jam pak personazh edhe njeri që do doja gjithmonë të qëndroja natyrales, edhe A+ ma mundson këtë gjën perfekt, po mendoj që shiko, ne njerëzit nëse marrim një eksperiencë të mirë, mendoj që jemi të gatshëm të shkojmë kudo. Në çdo vend, në çdo shtet, në çdo qytet, nëse klinika, mjekët profesionistë të japin eksperiencën e mirë, sigurisht edhe shërbimin cilësor dhe çdo gjë është e kuruar me detaje dhe me përpikmëri, mendoj që gjithë secili nga ne, përfshirë dhe mua këtu, do të vinim pse jo edhe në Stamboll tek A+ Medical Agency, sepse është shumë e rëndësishme. Ne dim shumë mirë që ne jetojmë edhe në kohën e imazhit. Kur vjen puna tek mirëqenia dhe kujdesi estetik, të gjesh duar të duhura është thelbësore. Këtu hyn në lojë A+ Medical Solution, që prej kohësh tashmë është kthyer në adresën të cilës i besojnë pa hezitim një numër i madh i personazheve publike. Arsyet përse dhe Engji vendosi ta bëjë një gjë të tillë, pikërisht me ta janë këto. Të shpejt, korrekt, edhe mendoj që këto janë dy elemente shumë të rëndësishme për marrëdhëniet njerëzore, për marrëdhëniet e punës, edhe absolutisht edhe me bashkëpunimin me A+. Nëse njerëzit janë korrekt, nëse janë të shpejt, nëse kanë cilësi edhe vlerë që përcjellin tek pacientët, tek klientët e tyre, mendoj që e gjitha pastaj do të kopësitet në mënyrë më të mirëmundshme. Teksa po gjen kohë për të rrezatuar së jashtëmi mendimin e A+, Engji një copës nga vetja shkriju së fundmi edhe për publikun përmes një libri shumë personal. Ashtu si që ndohu hapur këtë eksperiencë për kujdesin ndaj vetes, ajo ka gjetur guximin të shprehë ndjenjat e saj më të thella në letër, duke i dhënë zë çdo shkaqje që ka kaluar. Është shumë personal. E fsheta e syve të tu ka nisur nga një historie ime personale e dashurisë, më pas në bashkëautorësi bashkë me Klajdi Thaçi, një autor shqiptar shumë i mirë, shkruan në një mënyrë shumë të bukur, edhe shumë shpirtërore, them unë, e mendoj që kjo është ai element që na bëri bashkë të dyve. Edhe Klajdit i thash që unë dua që të shkruaj historinë time, por nuk do doja që të ishte thjesht biografi. Jam shumë e re për një histori që mos kishte pak brenda trillin, edhe një çik mistiken, kështu që Klajdi me penën e tij e ktheu këtë në një roman shumë të bukur, të bazuar në një histori të vërtetë, që është e imja, por ka brenda trillin edhe ata anë misterioze. Për shumë ka shumë njerëz që e kanë lexuar edhe thonë, po kjo është e vërtetë, po kjo tjetra është e vërtetë, kështu që ne donim që njerëzit të kuriozoheshin edhe nga kjo anë. Bashkangjitur me atë që ti the me ndryshime, po themi ndoshta mbyllen në një cikli, edhe nisjen e diçka tjetër të re, siç është edhe libri, unë mendoj që jeta i ka gjitha këto. Ka cikle që nisen, do të përfundojnë. E mira është që ne njerëzit i marrim më të mirën e mundshme, çfarë do lloj eksperiencë që kemi në jetë, mbylla një emision mëngjesi, ashtu si ndodhi, nuk ka rëndësi, nuk është se do doja të jepja energji më tepër se ç'duhet, se e kam shumë qejf që të fokusohem te gjëra që realisht ma mbushin shpirtin. Për ato vite që unë kam bërë në Wake Up, jam mbushur, kam mësuar, kam reflektuar, jam disiplinuar se jam çuar çdo ditë në orën 5 të mëngjesit për gati 4 vite. Kështu që mendoj që është momenti për gjërat e reja. E nisa vitin me librin,
edhe në vazhdim ka projekte të tjera, po kjo nuk do thotë që nuk do rikthehem në televizion. Rrugtimi sa i shkruar e fshehta syve të tu i mori plot një vit kohë, nga ideja fillestare deri në printim. Po përgjatë një viti e gjitha, që nga momenti që e mendova që do doja të shkruaja historinë time, më pas takimi me Klajdin, pjesa që unë kam shkruar, më pas pjesa që ai ka shkruar, do duhet që t'i bashkangjisnim, pastaj pjesa e redaktimit final në shtëpinë botuese, elementet e fundit se dihet. Shiko, ne asnjëherë nuk kënaqemi. Ka gjithmonë një detaj ose një gjë që do duhem ta shohim, ta rishikojmë të tjerë, po mendoj që duke qenë që libri në vetvete ka vërtetësinë, ka pasionin, ka dashurinë edhe shumë dritë, mendoj që do ketë një rrugtim të mirë, edhe të bukur, edhe kjo më gëzon. Dashuria e theu, libri e shpëtoi. Ishte një nga titujt që pas në internet një nga paraqitësuar në intervista. Të titujt e portaleve. Qëndron apo nuk qëndron? Se titujt e portaleve shpesh mund të jenë egzageruar, mirë po jo me patjetër çdo herë. Ka të vërtetën e vet brenda, se sigurisht dashuria them unë edhe të ngrepesh, po ndonjëherë edhe të thyen. Kur janë këto të mëdhat edhe të thyen ndonjëherë, po shkrimi më shpëtoi. Po mund të themi që po. Unë mendoj që arti na shpëton, ose mua si Enç arti më ka shpëtuar shpeshherë në jetën time. Qoftë në këtë raport dashurie apo edhe në ndodhi apo ngjarje të tjera të vështira të jetës time. Arti, muzika, televizioni, kërcimi, tani shkrimi, mendoj që jo vetëm kanë shpëtuar, po më kanë ndihmuar që dhimbjen, po edhe energjinë jo dhe aq pozitive ta marr edhe ta kthej në diçka që është shumë e bukur dhe është pozitive, siç është libri edhe siç është muzika në vetvete. Cili është mbase mësimi më i mirë që ke nxjerrë si nga kjo sfidë personale le të themi, po edhe nga këto lëvizje që i patën aspektin e karrierës 2025, nëse s'pedi kur nga ndarja personale e cila u bëshkasmi, po duhet të qenë kjo periudhë. Ajo periudhë është. Po një nga mësimet më të mëdha që unë kam marrë është që e para dashuria të ndriçon, po të ndriçon edhe disa pjesë të tua që janë të errta, janë plagë të paprekura dhe domosdoshmërisht do duhet që ti punosh edhe ti shërosh. Edhe kjo do shumë guxim, se nuk është e lehtë që ti ta shohësh veten tënde në skuta të errta. Ato janë gjëra që ndoshta na dhëmbin edhe nuk na pëlqejnë, po dashuria ta bën këtë gjë. Nga ana tjetër kam kuptuar që nuk të shpëton askush. Mendoj që në fund të ditës, në fund të çfarë do lloj ngjarje, në fund të një raporti romantik e të tjerë, apo edhe të punës, se çdo gjë që ndodh në jetën tonë, na shpëton vetëm vetja jonë. Na shpëton puna, dinjiteti, karakteri, mençuria shpirtërore, sigurisht edhe dashuria. Në radhë parë dashuria për veten, dhe nëse mendoj ne e mbushim veten tonë me shumë dashuri edhe me shumë mirësi, jemi shumë të gatshëm që t'ua japim të tjerëve. Të zbrazë shpirtin, rreshta ndihmon sepse një ndarje nuk është asnjëherë e lehtë, sidomos kur vjen nga raporte intensive dashurie, por sot Engji po e reflekton që e ka marrë vetëm plotësisht. A jemi gabim? Faleminderit shumë. Unë mendoj që jo, është shumë i saktë, po do doja t'ja jepja me thënë të drejtën meritat vetes time në këtë pjesë, sepse unë jam shumë këmbgulse, edhe shumë kokfort, them ndonjëherë, edhe me veten time, edhe në momente që nuk ndihem mirë. Dhe nëse kam diçka që mendoj e kam, po themi, një armë shumë të fortë të vetes, është që unë edhe në fund të pusit them mund të jem, prap do përpiqem dhe do ngjitem lart. Nuk është se ndaloj, edhe kur nuk ndihem mirë. Dhe mendoj që kjo është një nga gjërat që më ndihmon më së shumti për të ngritur dhe për të ringritur. Në fund të këtij raporti edhe të çdo gjëje që ka ndodhur, mendoj që kam rilindur. Ndoshta prandaj të duket edhe ty që jam mirë, edhe jam shumë mirë. Mendoj që njeriu do duhet ta rigjej dhe ta rilind dhe ta ribëj veten e vet. Se në jetë do kalojmë shumë gjëra. Mendoj që jam ende e re dhe kam shumë eksperjenca të tjera përpara. Jam e bindur për këtë. Ta kemi jetën e gjatë, po vështirësi do të kemi, sfida do të kemi, edhe mendoj që do duhet jemi shumë të vetëdijshëm për të marrë ato shenjat e duhura, them unë, edhe mësimet e duhura nga jeta dhe nga çdo gjë që ndodh. Të ndalemi pak tek media, nga vjeshta pafund fjalë, pafund spekulime dhe aludime të vazhdueshme. Engji zgjodhi të qëndrojë heshtur për shkëputjen nga televizioni, duke lënë kështu vetë shtekun e hapur për thashëtheme. Po se shiko, mendoj që njeriu ka mënyrën e vet të procesuarit dhe të përpunuarit të gjërave. Me rritjen time, flas personalisht, kam kuptuar që ndonjëherë nuk do duhet të reagosh më njëherë. Nuk do duhet të nxitohesh. Do duhet të kuptosh gjërat
çfarë po ndodh, çfarë po shkruhet, edhe më pas me shumë dinjitet edhe fisnikëri të përgjigjesh. Në momentin e dur dhe atëherë kur duhet, të thuash si kur është momenti i dur. Secili ka të balancën e vet edhe ndjesinë e vet të brendshme se kur duhet të shprehet. Përtej kësaj nuk është se unë heshta sepse nuk kisha çfarë të flisja. Absolutisht kisha çfarë të thoja. Diskutimin në punë kemi të gjithë, debatën në punë kemi që të gjithë, po kur në jetën time nuk kam patur konfrontime fizike dhe nuk do të kem ndonjëherë, për sa kohë armën më të fortë time kam komunikimin. Dhe për sa kohë ditë komunikoj me njerëzit, ajo gjë nuk do të ndodh kurrë. Edhe këtu jam 100% e bindur për atë çfarë them. Një arsye tjetër që ndoshta nuk kam folur shumë për këtë gjë është se nuk më pëlqen t'i jap dhe t'i rijap energji gjërave që në fund të ditës nuk më shërbejnë më për asnjë gjë. Unë kam reflektuar këtë gjë që në momentin që e gjithë kjo historia dhe zallamahia e quaj unë ndodhi, kam nisur të merrem me punë të tjera. Po përfundonim librin, festivalin priste, pastaj kisha menjëherë eventin e librit, kështu që nuk e kam lënë veten time në asnjë sekond të ulem, të rri të mendoj tani të shoh edhe të përpunoj në kokën time se çfarë po shkruajnë njerëzit për mua dhe për punën. Absolutisht nuk është e hijshme dhe do isha cinike të thoja që shiko se nuk ka problem që janë shkruar këto gjëra dhe janë thënë këto gënjeshtra se do kalojnë. Që do kalojnë, kjo është e sigurt dhe kanë kaluar. Por nuk janë të hijshme se nuk kam dashur asnjëherë të marr vëmendje për te asaj çka unë di të bëj më mirë, që është arti, muzika, apo Dancing with the Stars, tani libri. Kjo është vetëm gjë që unë do doja ta çoja dashurinë edhe energjinë time, edhe mendoj që kaq është mjaftueshëm. Roli i saj tashmë është zëvendësuar nga Heidi Vaçi, e cila nis mëngjeset me shqiptarët në shoqërinë e Blendi Salajt. Sigurisht, një koment dhe një këshill thasha mirë se nuk mungon nga Enxhi për këtë stafetë. Po, kjo është pyetja që e bën shumë njerëz, qoftë edhe njerëzit edhe publiku fillon bën krahasimet, mendoj që secili ka shijet edhe pëlqimet e veta dhe kjo është mos e kuptueshme dhe e pranueshme. E para, që Top Albania Radio është një nga radiot më të mira në Shqipëri dhe në Kosovë, besoj që këtu bjem dakord. Pra në të gjithë trevat shqiptare, këtu bjem dakord të gjithë, edhe absolutisht edhe në makinën time sërish dëgjohet Top Albania Radio. Domethënë, do isha shumë e çuditshme të thojë që unë nuk dëgjoj Top Albania Radio. E dyta, kam punuar aty për shumë vite, edhe nëse ka diçka që radioja të mëson është komunikimi, është sportiviteti, është shpejtësia e të folurit, domethënë dinamika që ka radioja nuk e ka për mua asnjë emision tjetër televiziv. Okej, wake up ishte edhe në ekran, edhe në radio, por gjithsesi ishte emision radiofonik. Edhe disiplinën dhe shpejtësinë që më ka dhënë radioja nuk e kam patur asnjëherë më parë dhe nuk mendoj që do më japin ndonjë emision tjetër. Nga ana tjetër, sigurisht që e kam parë, nuk mund të them që e shoh çdo mëngjes, se me thënë të drejtën tani po flë. Tani po flë gjumë edhe po rikuperoj ato mëngjese që nuk kam mundur të flë, por unë do të thoja vetëm diçka. Edi është shumë pozitive, është gotë shumë e buzëqeshur dhe mendoj që kjo është një cilësi shumë e mirë për një vajzë ekrani. Unë thjesht do shpresoj dhe do t'i uroja që t'i merrte më të mirën. Pra unë e thash, nëse ka diçka që radioja mund të ta mësoj, është disiplina, profesionalizmi dhe dinamika në të komunikuar. Sigurisht me kolegët që ke, por edhe me publikun edhe me njerëzit që të dëgjojnë. Kam përshtypjen që nëse do jep një këshill Heidi Vaçi do ishte jepi ritëm fol më shpejt, sepse je pak e avash. Do ja mësoj radioja. Edhe neve na ka mësuar. Sigurisht secili nga ne për nesh ka mënyrën e vet të folurit, unë jam një për shkakun që flas shumë shpejt, por radioja më bëri të flas edhe më shpejt, po nuk ka problem. Mendoj që nëse ka dëshirën e mirë edhe vullnetin për të punuar edhe për të marrë më shumë përsipër, mendoj që do mësoj. Me një agent të re është përfolur shumë për futjen e saj në reality shows. Së fundmi, emri i saj qarkullon fuqishëm edhe për Ferma VIP që nis për pak ditë. A do ta shohim të izoluar? Nuk ka bitem edhe buzëqesh se edhe pak më parë po i thoya që kam ja 3 vite të mira njerëz që përfliten me portale për Big Brotherin. Sigurisht nga situata që ndodhi me punën, mendonin që kjo gjëra është sajuar, stisur se ne do hyjmë në Big Brother, do bëjmë namin. Tani del Ferma VIP, mendoj që do jem pjesë e Fermës. Unë e kam thënë edhe më herë që nuk do doja që të mbyllesha në të tilla programe dhe formate. Sigurisht janë eksperiencë ndryshe, mendoj që është eksperiencë shumë e veçantë, po kam disa gjëra shumë të bukura të rëndësishme aty jashtë dhe nuk e di se sa doja lejoja vetes time që të mbyllesha me muaj të tërë në një format të tillë. Zhurma rreth emrit të saj mund të mos ndalet, por një gjë është e sigurt, me një pamje të kruar deri në detaje, një libër të sapo botuar dhe qetësinë që rrezaton, Enxhi duket se ka nisur fazën e saj më të mirë. Të shohim se çfarë surprizash na ka rezervuar në vazhdim.